ne do të vendosim në këtë program në pjedestal familjen shqiptare. Po ta shohësh në shumë anë, kjo malësi ka patur shumë anë madhështore. Historinë e saj me shpalljen, me ngritjen e flamurit për herë të parë në trojës shqiptare. Epikën e hotjanëve, e grudasve, kundër padrejtësive të Kongresit Berlinit, kryengritjen dhe qëndresën ndaj pushtimit komunist të burrave të kësaj malësie të udhëhequr nga Prekcali. Por cili do që don të njohë thellësi këtë malësi dhe lexon, studion për të, do të gjejë se gjëja më madhështore që ka kjo malësi është familja shqiptare, familja e saj. Një udhëtare shumë e vëmendshme, e cila udhëtoi disa herë në viset e veriut, ka një përshkrim të një natë që kalon në një familje në malësi të madhe. Familje patriarkale i zoti shtëpisë, 100 vjeç, me një pastërti shembullore, me një mikpritje dhe harmoni të papërshkruar. I zoti shtëpisë i thot të nesërmen duhet rish dhe 2 net. Dhe kjo shkruar, nuk arrita do të rri, thot, por ndjeva keqardhjen më të madhe që u largova nga ajo familje, e cila ishte një institucion i vërtet. Ajo foli për një familje, por të tilla kanë qenë familjet shqiptare. Ato janë institucionet vërteta dhe ne do ta vendosim familjen në pjedestal. Nuk u ndala rastësisht këtu se një rrym, një agresion kundër familjes fryu në mbar botën dhe absolutisht nuk kishte asnjë frymëzim tjetër veç frymëzimin përtej marksist, ekstremist përtej marksist. Ne do qëndrojmë dhe ne i konsiderojmë sa toksore, aq dhe hyjnore vlerat familjen dhe vlerat e saj. Të dashur miq, Shqipëria në 12 vite ftoi si eci, cili ishte drejtimi i saj. Këtu unë ftoj çdo shqiptar, çdo banor të kësaj malësie pavarësisht nga bindjet politike, t'i shtroj vetës disa pyetje. Ku i ka fëmijët, miqt, njerëzit që para 12 vitesh i kishte këtu? Sa prej tyre janë larguar nga malësia e madhe dhe Shqipëria në këto 12 vite? Të shtroj pyetjen, po pse u larguan këta? Çfarë i detyroi të largohen këta? Dhe çdo njeri prej nesh, çdo njeri prej jush, nuk mund gjej përgjigje tjetër veç se
varfria, papunësia. Këto janë shkaqet. Shqiptarë tani nuk largohen më nga kurioziteti për të pa një vend, për të pa një tjetër. Jo, i kanë patën, u bën 30 vite, kanë dalë, kanë hyrë, kanë shkuar, kanë ardhur. Nuk shkojnë më. Hajtë dalim të shohim mirë, jo. Por janë me mira familjet, të cilat në sofrën e tyre nuk kanë me ushqim për të gjithë fëmijët e tyre, për të gjithë familjen, jo. Dhe detyrohen të thonë, shko djalë, shko vajzë pa shfatin, gjej fatin tëmë, se këtu kaq kemi. Sepse, fare thjesht, kjo qeveri, në vend se taksat, që mblidhten nga ju, t'i shpërndate me drejtësi, duke u kthye një pjesë të mirë ju në rroga, pensione, shërbime. Kjo qeveri i zhduk ato në mënyrën më të paimagjinueshme, si asnjë vend tjetër në Europë dhe në botë. 12 vjet më parë, pensionet dhe rrogat minimale në Malzi ishin më të ulta se në Shqipëri. Sot, pensioni është 3 herë më i lartë se në Shqipëri në Malzi. Po nga i dolen, çfarë pasurie ka Mali Zi më shumë se Shqipëria?